Përshëndetje dhe mirë se keni erdhur në kanalin tim. Unë jam Bona. Ky është kanali im YouTube dhe uroj mirë se erdhët. Unë jam këtu tek Trader Joe tani, është ditë e hënë, e di që nuk është koha për të bërë pazare, por që neve këtë të shtunë dhe të diel nuk patëm mundësi që të shkonim, kështu që ja, e lash për sot, edhe erdha dhe mora gjëra që më duheshin. Juve si keni qenë? Thoja juve si keni qenë, si ju ke kaluar fundjava, çfarë bëhet ndonjë gjë të bukur. Neve në fakt kaluam shumë mirë në fundjavë, sepse Aleksi kishte 3 ditë pushim, të premte të shtonë të diel, por që nuk është se e planifikuam dhe të bënim ndonjë pushim, por që prap kaluam mirë, kaluam shumë kohë me fëmijët edhe me njëri tjetrin, kështu që po fundjava jonë ishte e bukur. Gjithsesi, isha duke bërë pazaret tek Trader Joe's, këtu ku vi gjithmonë, edhe po mendoja që kur erdha në fillim këtu në Amerikë, ose po, vitin e parë, dhe thoja si do përshtatem unë këtu, si do t'ja bëj, sepse nuk i njoh njerëzit, nuk njoh kulturën, unë nuk di të ngas makinën, unë nuk di vetë që të shkoj në vende të ndryshme dhe të bëj, kur shikoja kunatën time që thjesht merrte makinën, ishte edhe shkonte në për takimet e saj, shkonte bënte shopping, çdo gjë, domethënë ishte e pavarur si thua. Se bëja shumë vetëm me të tjerët, domethënë nuk ja u thosha të tjerëve, po ja thosha vetes tim. A do mundem unë një ditë që të përshtatem me këtë vend, a do mundem unë një ditë që të thjesht marr guximin, të mësoj makinën edhe të shkoj në për takimet e mia vet, qoftë për të bërë flokët, qoftë për të shkuar në një takim te doktori, gjithmonë domethënë duhet i thosha një personi, duhet të prisja për shembull për Aleksin që të kishte një ditë pushim dhe të më shpinte për shembull që të plotsoja ato gjërat e mia, domethënë. Qoftë edhe për një takim te doktori, duhet që të llogarisja, domethënë që okay, në këtë datë është Aleksi pushim edhe unë do shkoj tek doktori, domethënë. Tek takimet për flokët më shpinte kunata, domethënë në një farë mënyrë më këtu, sepse është fillimi, edhe fillimi gjithmonë ashtu është. Është shumë frikë. Ne femrat jemi shumë të forta, e sidomos kur bëhemi nëna. Pavarësisht se ne mendojmë që nuk e kemi atë forcën për të bërë gjëra që duhet të bëjmë në momentin që bëhemi nëna, bëhemi të forta, bëhemi heroina, si të thuash, edhe bëjmë gjëra që na takojnë. Por mëmësia na jep një fuqi të papërshkrueshme, do të thoja unë, sepse unë flas nga eksperienca ime. Në momentin që Alessio lindi 2 vite pasi unë kisha erdhur në Amerikë, edhe sërish nuk është se isha përshtatur dhe aq mirë, domethënë me vendin, me të gjitha, nuk isha si në fillim, po që po ja dilja. Dhe në momentin që u bëra nënd, përpara se të bëhesha nënd, domethënë i thoja vetes time për dhe Aleksit që si do ja bëj unë, sepse ti je gjatë gjithë kohës në punë. Okej, unë do marr këtë vit pushime dhe do jem bashkë me Alesion në shtëpi. Po Alesio dihet që bebi në muajt e para të jetës, domethënë ka shumë takime, pothuajse çdo muaj, dhe thoja, unë nuk di ta ngas makinën mirë, si do ta marr unë djalin edhe të shkoj në spital që të bëjmë takimet, si do të flas me doktora, sepse nuk di mirë të flas anglisht. Por që thash, mëmësia më dha një fuqi të papërshkrueshme që unë t'i bëja të gjitha këto gjëra. Ta merja makinën, ta shpija djalin në për takimet e tija, ta merja ta shpija në për aktivitete të ndryshme, edhe shumë gjëra të tjera. Si këto. Ishte e vështirë? Po, ishte shumë e vështirë, sepse unë si person kam një vetbesim shumë t'ullët tek vetja, nuk e di pse, nuk e di nga se vjen kjo, por që po, kështu jam. Në momentin që më duheshe që të bëja gjërat që duhet të bëja, gjeta forcën edhe ja dola. Ja dola dhe jam shumë krenare për veten time. Nuk është se është ndonjë gjë kush e di wow, sikur kush e di çfarë po bën ti Bona, domethënë do të thonë disa nga ju, por që jam krenare për veten time. Krenare për vajzën që jam në Shqipëri. Thoja, okay, po do marrë këtë shkollë, po ato mundem të gjej dot një punë. Dhe sot jam këtu në Amerikë, po bëj punën që unë dëshiroj, edhe pse nuk jam aty ku dua akoma, por që bëra mund ta bëni edhe ju të gjitha. E mora shkakun që të bëj, domethënë që të bëj këtë lloj bashkëbisedimi, le të themi midis nesh, nga një pyetje që më bën në Instagram nga një vajzë, që thoshte se çfarë këshilli do i jepje një nënë të re që vjen në Amerikë. Edhe nuk është se
ka shumë lidhje me këtë që u thash. Në fakt ka lidhje, por që jo shumë le të themi, por që do t'ja përgjigje këtu dhe do t'i thoja që të re që vjen për herë të parë këtu në Amerikë dhe që ashtu si unë nuk e ka ide domethënë se çfarë bëhet edhe si është kultura e gjuha e të gjitha domethënë e njerëzit, është që kur mos e refuzon ndihmën nga të tjerët. Qoftë nga bira, qoftë nga bashkëshorti, qoftë nga njerëz të afërm, sepse ju mund t'i thoni vetes që shiko se unë jam e zonja e vetes, unë mund të bëj këtë dhe këtë gjë. Po, nuk jeve as fare në dyshim domethënë që ti mundesh, ti mund të bësh domethënë çdo lloj gjëje, ashtu si çdo lloj nëne mundet të bëj çdo gjë për fëmijën e vet dhe t'ia dalë mban vet, por që kur je një nënë e re, ndihma nuk është asnjëherë e tepërt sepse sinqerisht që është shumë e vështirë, sidomos kur jeton larg njerëzve të tu. Kështu që po kjo ishte këshilla që unë do t'ja që t'ju jepja ju nënave të reja që vini këtu për herë të parë dhe që nuk e keni ide, domethënë se nga t'ja nisni. Ndihma është gjëja më e madhe. Unë për vete flas nga eksperienca ime, kam pasur fatin e madh që kam pasur një vjerë, nuk e di. Ka qenë një nënë e dytë për mua dhe më ka ndihmuar me çdo lloj gjëje. Kur them me çdo lloj gjëje, edhe me shpirt, edhe vinte në mëngjes, më ndihmonte me Alesion për ta lar, pavarësisht se kishte edhe ajo ato gjërat e veta, domethënë duhet përgatiste gjërat drekën, duhet ikte në orën 1 ikte në punë, vinte në orën 10 në 10:30 në shtëpi edhe po, domethënë kanë qenë kohë të vështira edhe unë do doja shumë që ta kisha mamin edhe motrën këtu në momentin që se nuk e pata mamin as motrën në momentin që linda as Alesion dhe as Angelon, do të kishin qenë një ndihmë shumë e madhe, po që jam falendëruese Zotit që kam një bashkëshort shumë mbështetës, edhe gjithashtu dhe familja e bashkëshortit tim janë o Zoti i madh, nuk di të. Yes. When I'm in the backside, what is doing people? Fine. What? More beef, brown beef, more the chicken. For moi. For like for everybody. Oh, great! I need my first And then more like brown sugar instead of that cane sugar. I'm done. Okay. Yeah. You finished that and then I'll give some. There's not wrong. Shumë fort, sounds. Spade të tjera, përse s'kam brenda. Daddy. Shpirti babë. Mama. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Sot është ditë e shtunë edhe këtë fundjavë do kënaqeshemi sepse kam pasur të premten shtunë të diel të hënë pushim. Edhe Aleksi do të jetë pushim të diel edhe të hënë, kështu që do bëjmë gjëra të bukura. Edhe sigurisht juve do të jeni me ne, sepse tashmë jeni pjesë e ditëve tona, të fundjavëve tona, edhe çdo gjë e ndaj me ju. Kështu që po. Sot është një ditë me shi. Nuk e di, domethënë ka qenë si një punë uragani, jo uragani, si i thonë. Ja, uragan. Dhe po të kishte shqyrë që është pranverë, sepse po të kishte qenë dimër, do kishte mbushur plot me borë. Domethënë do binte borë ditë për ditë, siç ka rënë tash, domethënë vetëm shi gjithë javën. Edhe u mësuam kaq shumë me tokën e lagur jashtë, sa kur ngrita së mëngjes dhe ishte thatë, më duk sikur kishte rënë borë, thash, o Zoti i madh. Me vërtet ka rënë borë, nga që ishte toka e thatë. Edhe sot kam një mal me punë për të bërë. Mendoj që kjo ditë do jetë produktive, po më lanë fëmijët sigurisht, sepse ja tani po shikojnë televizor dhe pastaj po më thonë që mami të luajmë si mbyllka kur të mbarojmë së pari televizor. Edhe nuk di çfarë të bësh më përpara, të merresh me shtëpinë, të merresh me fëmijët, të gatuash, nuk e di domethënë, shumë gjëra njëkohësisht. Por që ne mamat jemi shumë të forta edhe jemi heroina edhe i bëjmë gjitha. Kështu,
Tani unë do t'i marr me veten në punë të shtëpisë, çfarë do bëj? Bëra një kafe edhe kështu. Edhe tani, le të kujdesemi pak për veten tonë. Nuk e di nëse ka ndonjë mask këtu ose ndonjë gjë domethënë që ta përdor. Nuk është se i përdor shumë në fakt, edhe një që më të ndaj një shoqe për krishtlindje, nuk ka shumë që e përdora, domethënë që në dhjetor edhe deri kur i çaj ishte shkurt ose mars që e përdora, nuk e mbaj mend. Po që kam thënë që kam marrë nëse për atu edhe që nëse dhe fëmijët i këm poshtë të kalla, marrë një nga këto edhe ta provojmë. Do të marrë këtë me, kjo më duket se është me aloe vera. Jo, është me çaj thonë kësaj. Shikoni se si është konsistenca këtu. Është kështu si në punë gjeli, edhe thjesht aplikon në fytyrë, e le për 10 minuta maksimumi, edhe pastaj e lan. Aroma nuk është se ka ndonjë aromë kush e di domethënë, po ndihmon tek fytyra që ta bëjë më të butë edhe më të lëmueshme. Kështu që po bëjmë këtë maskën si li të shtunë që është, të kujdesemi pak për veten, se shumë rallë e bëjmë. Po që duhet kujdesemi për veten, që pastaj të kujdesemi edhe për fëmijët edhe për gjithë pjesëtarët e tjerë të familjes. Sepse kujdesi si fillon nga vetja në radhë të parë. Nuk e di nëse do më gjoni tamam ashtu siç duhet, sepse kam bërë lavatriçen edhe kjo për një shumë pa parë. Kështu, tani le të mbyllim këtë. Edhe ja se si duket fytyra ime pas maskës. Domethënë, ja tregoj sërish se tani është maska e vënë akoma, po që po. Është akoma ntit, domethënë edhe kjo zakonisht bëhet gjatë natës. Po, gjithsesi, do të vendos këtë kremin, një krem tjetër që është krem për fytyrën me këtë flavor me watermelon. Të dyja këto i kam marrë në Burlington, më duket. Kështu që po, do përdorim edhe këto. Në fakt, unë tani duhet të sistemoj këtë sirtarin këtu, sepse shikoni se sa rëmuj që është bërë, edhe duhet të pastroj, kështu që edhe të pastrojmë bashkë edhe të motivojmë pak më shumë. Dhe ndërkohë që organizuam sirtarin, lash edhe fytyrën që të hidratohet nëpërmjet kësaj maskës, edhe tani le të lejmë dhe të shikojmë se si duket fytyra pas maskës. Dhe ja se si duket fytyra edhe pas maskës. Duket shumë e pastër, shumë e butë, edhe goxha e lëmuar. Megjithëse unë mendoj që pavarësisht të gjithave, domethënë maskave, gjërave që mund të përdorësh, kremrave, të natës, të ditës, hidratues, mendoj që është pak a shumë edhe gjenetike. Sepse unë nuk është se dua të mburem apo të tregoj ndonjë gjë kush e di me këtë, por që nuk kam pasur ndonjëherë akne, as në periudhën e pubertetit, asnjëherë nuk kam pasur akne, nuk kam pasur ndonjëherë puçra, fytyra ime ka qenë gjithmonë kështu, e pastër. Edhe me thënë të vërtetën, se e dini, vajzat e moshës time e kuptojnë që tani kam filluar domethënë që në adoleshencë, po edhe më përpara që përdorin maska, që përdorin kremra, gjëra për fytyrën kështu, dhe mirë bëjnë, nuk është gjë fare gabim, por që neve në moshën tonë nuk kemi përdorur as edhe një lloj gjëje, përveç se ujë edhe sapun. Edhe kaq. Edhe në ditët e sotme nuk është se unë përdor ndonjëherë, thash këto maskat unë i bëj një herë në muaj ose
ndonjëherë edhe më rrallë. Po që thash është gjenetike edhe normalisht që vajzat që kanë akne ose që kanë puçra edhe gjëra kështu ka kremra dhe gjëra që mund t'i ndihmojnë, domethënë, po që përgjithsisht mendoj që është më shumë gjenetike sesa përdorimi i kremra apo i maskave apo çdo lloj gjëje tjetër, domethënë që ndikon që fytyra të jetë e pastër apo e butë, e lëmuar, ku ta di unë si ta them. Kështu. Tani, unë do i kishte hapa drek, bëra disa krapule në furrë, edhe nuk e di me çfarë do i shoqëroj ato në fakt, sepse fëmijët i kanë poshtë, Angelo si bëra një supë, Alesios nuk e di fare çfarë do t'i bëj, se nuk e di. Asnjëri këtu në familjen time ha të njëjtin ushqim, jemi gjithë kështu, qeveri më vete kur i thonë. Edhe gjithsesi, tani le të ikit ha drek, edhe do të flasim sërish. Kjo do t'jeket edhe dreka ime për sot, kopanka pule, shoqërova me pak, jo kopanka, krah pule, e shoqërova me pak ricotta cheese edhe me disa olij, sepse sinqerisht në këtë periudhën pranverë unë jam shumë keq me ushqimin edhe ha shumë pak, domethënë tek tuk. Gjithsesi, tani do shikoj në një nga vlogjet e mia të preferuara, dam drekën dhe flasim sërish bashkë më vonë. Kanë kaluar disa orë që nga momenti që i fundit që unë filmova, por duke qenë se tani erdhi Aleksi në shtëpi edhe mua më mbaroi fare detergjenti dhe duhet që t'i laj me patjetër ato rrobat që kam, sepse ndryshe nuk do mundem dot që t'i laj këtë javë, kështu që po do të shkojmë deri në Big Y, të marrim detergjent edhe ndonjë gjë tjetër nuk e di çfarë më duhet, se në fakt nuk është se e kontrollova frigoriferin ose ndonjë gjë, po që unë di e vajta në supermarket që mora ushqimet, kështu që nuk besoj që më duhet ndonjë gjë, por gjithsesi, le të ikim. Ku dolëm sërish, por këtë radhë me fëmijët, edhe e kemi bërë si punë tradite kështu tani, që vim takojmë Aleksin sapo mbaron punë edhe vim në një takidone që është afër punës të Aleksit. Sepse duam domethënë që ta krijojmë kështu si traditë që dhe fëmijët ta mbajnë mend kur të rriten. Në vim këtu marrim nga një diçka të vogël, domethënë ndonjë pije, ndonjë donat për fëmijën, sepse vetëm një herë në javë domethënë ja u japim ato, se normalisht kanë shumë sheqer edhe nuk është mirë që t'i hanë ditë për ditë ose edhe sikur 3 herë në javë, domethënë se janë goxha të mëdha. Po që nuk e di nëse do vazhdoj shumë kjo si traditë, po që duam që edhe fëmijët kur të rriten të kujtojnë që kanë bërë gjëra të bukura me mamin dhe me babin. Edhe kështu, sot ka qenë një ditë pak më e ngrohtë në fakt nga ditët e tjera. Edhe unë në fakt isha në shtëpi, ishte një ditë goxha produktive, edhe bëra shumë punë shtëpie. Po që dhe u mërzita në fakt, sepse gjithë ditën në shtëpi nuk rije. Doja që të shkoja pak në Target me fëmijët, se më duhet që të merrja detergjent. Por që e dini ju, me 2 fëmijë të vegjël është e pamundur që t'i mbash në supermarket ose kudo që shkon, domethënë pa ju marrë ndonjë lodër ose ndonjë snack. Edhe unë nuk duaj që ti mësoja shumë, që sa herë të shkojmë në dyqan të marrim lodra. Kështu që po nuk shkova aty, po që vajta pak më përpara siç edhe e pat. Edhe ja tani erdhëm këtu të marrim diçka të vogël dhe pastaj do ikim në shtëpi. Nesër pas nesër jemi pushim përsëri dhe do bëjmë gjëra të bukura. I know, right? Ew! What? Angela, ito mama.
Përshëndetje nga një tjetër ditë. Sot është e diel. Edhe kemi ardhur në Boston, jemi këtu në Newbury Street, por është edhe Memorial's Weekend dhe është plot e përplot me njerëz. Po shkojmë në një restoran që të hanë drek dhe pastaj do provojmë edhe çokoladën e famshme të Dubai që bëjnë me strawberry tek Nut Factory. Dhe po kështu po kalon e jeta jote. Koha është super mirë, shumë pak por që jo sugjeroj që të vizitoni Bostonin në këtë periudhë të vitit sepse në vërtet është shumë bukur. Nga vendi i pizzas, vendi i quajtur Union Pizza edhe është në Newbury Street. Ushqimi ishte 10 nga 10, por pizza patates skuqura edhe mozzarella sticks. Dhe më kushtoi diku tek $45 bashkë me pijë, shumë kohë dhe gjysmë për fëmijët. Tani jemi duke shkuar tek Nut Factory edhe kështu. Nga një tjetër ditë, sot është ditë e hënë, por duke qenë se është Memorial's Day weekend edhe ne jemi pushime dhe unë dhe Aleksi. Tani Aleksi mori fëmijët edhe shkuan nga kushërira edhe unë po përfitoj nga rasti sepse Aleksi ka filluar një si të thuash, ka folur me një nutricioniste edhe po bëjmë kështu meal prep për çdo javë edhe dita e diel, se dje nuk bëra gjë sepse shkuam në Boston. Edhe siç edhe ju tregova pak, nuk është se ju fola shumë pak, sepse ishim gjatë gjithë kohës në lëvizje, por që po shkuam provuam atë çokoladën e famshme të Dubait, me strawberry, me ato bleshtryet brenda, me pistachio edhe të gjitha domethënë brenda, edhe ishte super e mirë, më pëlqeu. Nuk ishte era e parë për mua që provoja Dubai chocolate sepse ishte një aty te puna edhe i kishte bler burja e saj një çokoladë tamam. Edhe e prova dhe aty dhe ajo më pëlqeu shumë, po që këtë me leshtryet nuk e kisha provuar, kështu që po shkuam dje tek ajo tek The Nut Factory. Edhe e morëm e provuam aty. Më lini që t'ju them që ishte plot e përplot me njerëz. Domethënë radha për të marrë atë gotën me leshtryet edhe me pistachio, me çokoladë ishte mund të kishte nga vendi ku e merje domethënë deri tek pjesa e derës poshtë ishte plot e përplot me njerëz. Plus pasaj kishte edhe gjëra të tjera, snacks, Haribo, çokolada, kishte lloj gjërash, po që ishin goxha të shtrenjta. Për shembull, çokolada e Dubait, variante nga 20 euro ishte çmimi i ulët, shkonte 40, shkonte edhe $100. Thash, o zoti madh, të provoj një çokoladë, edhe ajo që mora unë me bleshtry dhe aq ishte $17, por $2 taks, aq vajti $19. Po që të paktën ishte e madhe, edhe hëngri edhe Aleksi edhe unë, kështu që nuk kisha pse të merrje dy domethënë sepse edhe të velte goxha. Gjithsesi, siç e thash, sot është ditë e hënë, jam pushim. Tani do të thoni ju ke pa kohë për veten tënde, nuk kam kohë për veten time, sepse siç e thash, po bëra gati këto gjërat, kam vënë pak pilaf në furrë, bëra të gjitha perimet që duhen për javën për Aleksin, tani do bëj pak mishin e pulës, do bëj edhe çfarë thon asaj, mishin e grirë. Edhe ja kështu do kaloj diela ime sot, pastaj po mendoj që të laj pak edhe banjën. Jo e diela, e hëna, nuk e di nga që jam pushim sot edhe më duke sigur është e diel. Gjithsesi, këto gjëra jam duke bërë edhe kështu le t'i përgatisim bashkë.
Shikoni, t'ju tregoj pak peshoren që ne përdorim për ushqimet, s'ka shumë që e ka marrë Aleksi. Është kjo shumë e thjesht, këtu thjesht e ndes. Nuk po funksionon tani. Edhe këtë unit këtu e përdor thjesht, domethënë për të ndryshuar në mililitra, ja. Mililitra ose ounce, lb. Edhe tjetra është gram. Mund ta ndryshosh domethënë në këto të treja. Edhe pastaj këtu thjesht e mbyll ose mbyllet vetë domethënë. Po që është shumë e mirë, sidomos nëse doni që të bëni domethënë ushqime të përgatisni për gjithë javën. Kjo është perfekte. Nuk e di se sa e ka marrë Aleksi. Më duket se e mori në Target, po që nuk e pyeta se sa e mori dhe po. Si mbarova me të gjitha gjëra, domethënë për ushqimin në këtë pjesë jam shumë e qetë tani, sepse e di që të gjithë ushqimin e Aleksit e kam për të gjithë javën në rregull edhe nuk është se shqetësohem shumë për këtë gjë. Kështu që mbarova me ato. Jo, në fakt nuk kam mbaruar sepse duhet që të bëj edhe mishin e grirë, por që dua të fut këto lulet në vazo një herë sepse kanë që dije. Shkova Aleksi në supermarket, do merrte diçka dhe kur vjen me këto lulkat e bukura. E më tha, i mora këto për ty. A nuk është mirë? Për një kompozim të bukur me të dyja këto. Dhe besoj që kam mjaftueshëm për të vendosur në 2 vazo. Kështu që po le t'i bëjmë këto bashk edhe pastaj vazhdojmë me ditën. Dhe ja ku kemi erdhur në fund të kësaj video. Nëse keni erdhur deri në këtë fund, dhe ja ku kemi erdhur tek fundi i videos. Nëse keni arritur deri në këtë pikë, bëni një comment, like, subscribe, share, çfarë të dëshironi ju. Unë këtu do t'ju lë dhe bashkë do të shihemi në vlogun tjetër dhe shpresoj që t'jeni mirë. Mirupafshim dhe shihem në vlogun e radhës. Bye.